Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Risori Flas Live nga Roma, nga kryeqyteti i Italisë, këtu ku qeveria shqiptare zhvilloi për herë të parë një takim historik dypalësh me qeverinë italiane ku nënshkruan me 10 marrëveshje, por për më tepër përbën një moment simbolik në raportet midis dy vendeve, tashmë që Italia po konfirmohet si zyrtarisht dhe si sponsor kryesor i integrimit evropian të Shqipërisë. Unë jam në shoqërinë e kryeministit të vendit zotit Edi Rama. Zoti Rama, mbrëma, faleminderit që gjetët kohë për të folur me ne sonte. Tash ministeri në Romë, gjithsesi ku tani është kryeqyteti juaj. Fakt sot bën një deklaratë shumë fort në konferencën për shtyptat që jemi një vend me Italinë. Ndjehemi si pjesë të njëjtit vendi, jemi ndjerë gjithmonë, mendoj unë, si shqiptarë gjithmonë Italinë kemi pas atë Amerikën tonë dhe e kemi ndjerë si pjesë tonë, unë besoj. Ja, patjetër. Në fakt ishte simbolike dhe ndërtesa ka emrin Casino del Buon Respiro, pra është ndërtesa e ajrit mirë dhe u duk që ka një ajër shumë pozitiv midis dy qeverive, por ja bërë edhe pyetje zonës Meloni, a do jetë kjo mjaft për shpejtësinë e ecjes së Shqipërisë në rrugën e integrimit? Unë besoj që ne s'kemi qenë kur në nivelin që jemi sot në arenën ndërkombëtare dhe edhe niveli i marrëdhënieve me Italinë reflekton pikërisht këtë transformim të qenies së Shqipërisë ndërkombëtarisht dhe nga ana tjetër reflekton edhe një vullnet për të vërtetës të veçantë të kryeministres Italisë për të bërë më shumë me Shqipërinë dhe për Shqipërinë. Ka qenë diçka që unë e kam ndjerë qysh në takimin e parë dhe tani ka marrë shumë më tepër formë edhe për faktin se tani ajo vetë është futur plotësisht në kostumin e presidentes së Këshillit të Ministrave të Italisë. Në fakt, unë nuk e dija, po fakti që Italia merr 6 muajt e parë presidentes BE-s në 2028-ën, kur presupozohet që ne të kemi mbyllur negociatat teknike, sigurisht është një lajm i mirë. Megjithatë, unë do kisha preferuar që të ishte te 6 muajt e 2028-s se sa të parat, për shkak të faktit se, siç e kanë treguar edhe vendet e tjera, procesi politik do jetë pika nevralgjike, le të themi. Është një përkim i jashtëzakonshëm pozitiv në vazhdën e përkimeve të këtyre viteve të fundit që kanë praktikisht përshpejtuar në mënyrë eksponenciale, do thosha, procesin, pasi në ndërkohë që Malizi ka marrë vite tëra për të hapur kapitull, ne kemi hapur në 12 muaj, po numëroj tani dhe ato që do të hapen të fundit pas pak ditësh, të gjithë kapitujt, kështu që është një përshpejtim i jashtëzakonshëm dhe ai është një përkim i jashtëzakonshëm për faktin që nëse ne ja dalim me sukses të mbyllim negociatat brenda 2027-s, atëherë Italia 6 muajt e parë dhe posaçërisht kjo kryeministre do jenë një dorë e fatit në këtë proces. Në fakt, duhet të thënë që fati ka qenë me ne gjatë 2-3 viteve të fundit për sa i përket procesit të integrimit. Meloni, kur përgjigj pyetjes nëse do na ndihmonte apo jo me Greqinë, foli për në emër pra në vetë parë për kontaktet e saj me kryeministin Mitsotakis. Fakti Italia na ka gjys borxhin me Greqinë, për shkak se ndesherrin me Greqinë, në thojsa e kemi të trashëguar gjën e luftës për shkak luftës italo-greke. Por nga ana tjetër, apo i paguajmë ne një kosto gjithashtu temi kësaj vllazërie 3 me Italinë, dhe kjo nuk i referohet batutës tuaj si vllai i vogël i motrës madhe të Giorgia Meloni. Pse e them këtë? Pasi popull emigrantësh që do të bashkohet, me sa kuptova unë, ndoshta na e shpjegoni ju më shumë marrëveshjen bilaterale ushtarake me Italinë, operacioneve për të ndalur fluksin emigrator në ujërat italiane dhe europiane. Nuk kemi ne një problematik të tillë në ujërat tona territoriale, me thënë drejtën, edhe kemi kohë që se kemi për fat mirë.
ne kemi më shumë nevojë të vazhdojmë luftën kundër trafiqeve që ka njohur përparime të mëdha, por që është një luftë që faktikisht asnjëherë nuk mbaron kurrë, por gjithmonë duhet zhvilluar, sepse në çdo moment që ti e konsideron të mbaruar, ajo rifillon prap. Dhe nga ana tjetër, ne nuk kemi paguar faktikisht asnjë kosto, madje nëse ta shikonim në mënyrë ngushtësisht politike, marrëveshja që kemi bërë na ka ndihmuar shumë në një Europë ku shumica e qeverive janë qeveri të djathta dhe i shkojnë në të njëjtin hulli politikës migracionit palishëm, madje jo vetëm të djathët, po edhe Danimarka, kryeministja e Danimarkës, që është një kryeministre e majt, është një kampione kundër migracionit palishëm. Thënë kjo, duhet mos harrojmë asnjëherë që kjo nuk është një zgjedhje e jona në kuptimin se çfarë qasje duhet të ketë Europa ndaj migracionit palishëm, dhe nga ana tjetër nuk është një problem i drejt për drejt i yni, sepse ne nuk kemi një problem të tillë, por zgjuarësia jonë është që të jemi në kohën e duhur, në vendin e duhur, dhe të marrim dhe kreditet e duhura, të cilat janë kredite që vlejnë në procesin e përgjithshëm të rritjes të rolit edhe të rritjes reputacionit të Shqipërisë ndërkombëtarisht. Sigurisht, po ndjeni që jam pak emocional në ripërsëritjen e asaj pyetje që u bëra dhe në fakt ndoshta për shkak të situatës nuk u përgjigjet në mënyrë të plotë, pasi ndodheshit në presionin e shumë gazetarëve dhe të shumë pyetjeve temi edhe provokuese, por ka një tragjedi të marsit 97-s ku kanë humbur jetën 81 shqiptarë dhe ku dhe vetë shtypi italian dhe autoritetet italiane e kanë gjetur spaku përgjegjëse një anije ushtarake italiane në mbytjen e 4 të radhës dhe humbën jetën 81 veta, të paktën së paku 81 vetë. Dhe shteti italian nuk ka kërkuar ndjes për këtë, zoti kryeminist. Nuk ka kërkuar ndjes të paktën formalisht, ndoshta ka kërkuar ndjes në mënyrë tjetër. Unë mendoj që e kanë bërë në të gjitha format edhe nga ana tjetër më shumë se sa për të parë nga shteti italian, kjo kujtesë na ndihmon të shohim veten dhe të mos harrojmë se në çfarë situatash kemi kaluar dhe çfarë periudhash tragjike kemi jetuar dhe natyrisht pa u kënaqur asnjëherë me atë që arrim, të mos harrojmë se nga sa larg vim dhe të jemi besimplot që nëse i kemi kapërcyer gjitha ato humnera e gjitha ato male në kuptimin e vërtet fjalës dhe sot arrim të ulemi në të njëjtën tryezë me qeverinë e Italisë, një format që e kemi nisur në krye të herës me qeverinë e Kosovës dhe sot e kemi me qeverinë e Italisë, është pa diskutim një arsye më shumë për të pasur shumë besim tek e nesërmja. Zoti kryeminist, për te temi anës protokollare dhe sigurisht imazhit ndërkombëtar të Shqipërisë që për herë të parë ulet themi në pozita të barabarta me një qeveri të një vendi të Bashkimit Evropian, nga ana konkrete, marrëveshjet që nënshkruan, çfarë janë? Kjo është një tjetër i vlerë shtuar e takimit, sepse përtej fuqisë jashtëzakonshme simbolike që ka takimi, se patjetër që është e rëndësishme, përtej një vullosje të lartësisë, dinjitetit që ka sot Shqipëria ndërkombëtarisht, dhe që ky lloj takimi në këtë lloj formati e konfirmon përtej thellimit të një partneriteti strategjik që është kyç për Shqipërinë në shumë aspekte. Mbledhja praktikisht përmbylli një sër procesesh, diskutimesh dhe bashkëpunimesh për marrëveshje konkrete në fusha
të ndryshme që janë marrëveshje me financime, që janë marrëveshje me programe zhvillimi, që janë marrëveshje me ngritje kapacitetesh, dhe jo rastësisht përmenda për shembull marrëveshjen për krijimin e një kompanie të përbashkët mes njërës për ekselencave më të njohura të Europës në industrinë navale, siç është Fincantieri dhe kompanisë son të re Kajo për të ngritur kantierin e ndërtimit dhe të riparimit të anijeve në Pashaliman. Dhe pash pak gjithë studimin për këtë projekt, edhe në vitin 2031 parashikohet që kjo kompani e përbashkët të krijojë një vlerë prej 400 milion eurosh, pra në një vit. Në fakt kjo është e rëndësishme pasi edhe nga kontaktet me burimet diplomatike italiane, ata janë të shqetësuar për faktin që pavarësisht se Italia, që tha dhe presidenti Meloni, është partneri kryesor tregtar i Shqipërisë, kur vjen puna te investimet serioze të mëdha, ato që krijojnë vende të mëdha pune, pra, apo krijojnë temi burime të tjera financiare, siç thoni ju, deri në vitin 2030 $400 milion vetëm nga një firmë ndërtimi, kantier ndërtimi anijesh, në Shqipëri praktikisht to mungojnë. Ndërkohë që Italia ka kompani të mëdha, të cilat si Enel apo të tjera, të cilat duhet të kishin investuar dhe më herët në Shqipëri. Ndërkohë që investimet italiane në Shqipëri janë pra në total përbëjnë ndoshta ato që tha Meloni, por faktikisht këtu nuk ka investimet më serioze italiane. Këtu, domethënë, në Shqipëri. Kompanitë italiane ose më saktë industria italiane ka një profil të vetin në shtrirjen jashtë Italisë që nuk karakterizohet nga agresiviteti, po themi, në kuptimin e shtrirjes, por nga ana tjetër është e vërtet që ne mund të kishim dhe duhet kemi më shumë, edhe për këtë duhet ndihma dhe mbështetja e qeverisë italiane dhe duhet vëmendja dhe besimi i kompanive të mëdha, ndërkohë që mos harrojmë që ne kemi prej disa vitesh në Shqipëri Enin, që operon në disa fusha të kërkimit të naftës dhe të gazit në Shqipëri, dhe në ndërkohë jemi duke përmbyllur një marrëveshje shumë të rëndësishme strategjike me një grup të madh italian që është grupi San Donato për të sjellë në QSUT ekselencën e San Rafaeles Milanos për të ndërtuar një spital privat të një game shërbimesh dhe të një cilësie shumë të lartë, dhe për të sjellë po ashtu edhe Universitetin Vita e Salute, që është universitet ndër më të mirët e mjekësisë në Europë. Kështu që gjërat janë duke shkuar në drejtimin e dur, edhe potenciali është i madh, por tani më edhe rrugët janë shumë më të qarta dhe shumë më të drejta për të parë në të ardhmen e afërt prezencë më të madhe edhe të kompanive italiane. A nuk ka ardhur momenti në këtë pikë ku janë raportet midis dy vendeve që qoftë temi Shqipëria t'i ofroj Italisë temi favore për të lehtësuar investimet të tyre, po nga ana tjetër dhe që ju të shtoni presionin ndaj qeverisë italiane me cilën keni këto raporte që keni sot, që dhe Shqipëria të marrë një farë mënyrë statusin e privilegjuar për sa i përket investimeve italiane, pasi siç u pa dhe nga dita e sotme kostot janë më të ulta, duke filluar nga gjua. Ne kemi një nga investimet më të mëdha që bën vetë Italia dhe që jemi dhe ne pjesë së Bashkimit me Emiratet e Bashkuara për interkoneksionin me Italinë, gjë që lidhet edhe me krijimin e kapacitetet të reja të prodhimit të energjisë gjelbër në Shqipëri. Fillojmë këtë proces në një kohë jo shumë të largët, sepse po mbaron faza e parë e projektit, dhe po ashtu jemi në diskutim